Për kafe ka ardhur Aurel Plasari me mimozën, ishin të fejuar atere. Ka ardhur... Me mimoza Ahmetin? Po, ishin të fejuar. Qa mimoza? E donte moza shumë. Moza është e zgjutë mërti. Më thuj diçka. Është e zgjutë ajo. Vitet akon dhe Lazgushi? Po i tha njëri, tha moza, e di kush është kjo goca, i tha, kur shkova që të kërkoja autorizim. Po? Kjo është goca Lazgushit. Kjo, tha, ishte 89-ta, po ti thuj, tha, kjo është goca ati trimit math. Tha moza? Ua! Moza ishte talent, e? Po të edhe kur i tha Mustafa Nanua, te një që i kishte marrë mozën. Po kjo Lazgushi tha, me vërtet, tha, është ka që ma, tha, po bëjnë sikur, tha. Kush është rrethi ti? Edhe moza i tha. A i ishte qëndra, mo, tha, s'kish nevoj për rretha, i tha. Që tha moza? Ishte qëndra që me për rretha. Unë e du shumë. Vinde moza të akon dhe Lazgushit? Ka ardhur kur vdiq. Jo, atere, jo. Ishe vogli, ishe vogli. Po e donde poezinë e ti shumë, e? Po sigurisht e moza e kuptonte, moza ishte me shpirt. Ua! Do dhënë si tha, qa rretha ishte qëndra, tha. Po qa rreth, më tha, ati tha rrethi, tha, a ishte qëndra, tha. Moza Ahmeti, edhe shumë e talentuar, e? Po sigurisht, më po ajo. Shumë e talentuar. E ndjek tani mozën? Po e di. E ndjek tani mozën? E ndjek, po e ndjek. I ka bërë lëmshat, i ka bërë. Mira u bëri. Mira u bëri, ja? Mira u bëri, mos u po moza këtu ishte? Po mos talën me poezinë. Po jo bëja moza këtu ishte? Po sigurisht. Pse si jepnin mozës? Moza po merr dhe hakat e babës tim, se këto talën me poezinë. Po jo bëja moza këtu ishte, bravo i qoftë asaj që e mori e futi atje, që jo e njohu, po i tha që pritse në Shqipëri ka poet dhe poetesha. Po, se thon kështu. Atë vjershëtarë e bëjnë të marrë, po a i marrë është vjershëtari. Tani, ka poet që që thoshe Lazgushi? Po janë vjershëtor. E po, ndajnë ato, edhe Bart, kur i thonë. E diti që është Bart? Bart. Naim Frashi është Bart. Bart është një... Mos ma prik Naimin. Absolutisht që nuk e prek, ka për 3 shkribe babi fantastik. Po pra, i kam lezuar. Fantastike. Mos ma prek Naimin. Jo, Bart do të thot që evokon traditën. Bart i lindur në pallate, i thot babi. 1900-ën tani... Bart i lindur në pallate, do me thonë, e dallon. Fisnik. Por Lazgushi e ka përzeu. E po se, e ky është tamam poet. Po pra, foto tjetër? Më knaqe me këtë moza Ahmetit. Po. Tani... Janë atat po gradetit që ka ja, shikoj e plakën poshtë. Po pse ashtu shkruhet emri? Pse ashtu shkruhet emri? Se ne se kemi kulturën që të... Po jo prash, emri shkruhet e bazamenti. Po, Marie, të lutem, ne s'kemi në i nderi mafësh, shtatore. Po shtatore, po u qenë, ba jo një vit e gjysën fona unë që pastroje. Ku ti flet? Jo. Se ka pastru? Doni një Vladimir Lakaj, që ishte pedagog të artë. Dhe e bëri vetë? E bëri privatisht. Po pra? Po për të ka institucione. Ti thua ta këshim bërë institucione këtu. Megjithatë, shtatore për një poet... Fantastike. Nuk është pak. Po pse e prishin me atë poshtë? Bate se ka bërë autori. Autori. Ajo shkruhet atje. Se nga mbrapa të atje bazamenti e shtot ai Mutaz Rami. Edhe emrin atje nuk ja shkruan atje. Atje mund të shkoj një fëmijë kot atje, e merr atë pllakën edhe e hedh. Ose ne se kemi as këtë kulturën thoj që. Po s'kemi neve tash. Atje njëherë mbjellen me ferra, njëherë thonë ta mbjellin me lule, njëherë do ta mbjellin me trëndafila. Megjithatë, një shtatore për një poet, Shqipëria ka bërë kapërcime të mëdha. E di. Po dhe tokën e kanë vjedhur te liçeni dhe shtëpinë. Tani shëtitoria te liçeni, që unë shkoj. Po. Do them te lulishte një maj është toka jon, 500 metra janë tonat. Ai bën biznes atje. Kemi 35 vjetë gjyq, nuk na japin. Ajo është ju? Ati lashim ne dhe ati është gjithë historia familjes time. Ku lashim? Ati lashim neve. Një maj, se ka qenë një maj. Pastaj u bë, na e shtetzuan 67-ën edhe u bë lulishte një maj. Tash ti, ja kanë dhënë, e merr ky, si pas qefit. Po si e bleu Lazgushet? Po. Sa e bleu? 5 Apollona Flori. Qa viti? 35-ën. Kishte lek atëra? Po jo mëre ishte profesore në Gjimnaz Tiranës. Po kishte lek? Po ku kishte lek? Po ti kujto sa e kemi shit shpina po gradetit të? 200.000 lek. Si 200.000 lek? Po 200.000 lek. Qa viti? 86. Mirë, 86. Po mirë, 200.000 lek sa ishte një frigorifer, një televizor. Se si ishte me miliona. Se s'dashuronja asun as ti, po dashuron dhe dashuria, një dashuri, një fshetësi, me fshehur, se sa fshetësia. Dhe këtë fjallën, thoshte babi, më e fshehur,
se shqipja nuk e ka më e fshehur. E ka marrë nga sanskritishtja, thoshte. Pra, se s'dashuroja as unë as ti. Pra, të ta them që është dashuria? Dashuria nuk është midis dy njerëzve. Ti po më tregon mua që është dashuria? Po, pse nuk është. 17 vjeç e unë? Jo, çfarë ndodh? Çfarë ndodh? Po pse ti kujton se mua s'm ka ndodhur kjo? Absolutisht, je i lumtur që të ka ndodhur. Mirë ata njerëz që s'ju ka ndodhur. Mirë, pa diskutim. Se të gjithë neve jemi njësoj. Ne ndryshojmë nga njëri tjetri nga çmenduria që kemi. Ti ke ngjarë babajtën? Absolutisht. Ti si ke dashurur? Sa ka dash qefi mu? Nuk dashuron njëherë njeriu. Dhe sa herë që Sa herë ke dashurur ti? Po 3-4 herë. Dhe duhet ish i lumtur. 3-4 herë, Maria? Po jo, s'ka lidhje fare me ata le t'ikin, le t'vinë, nuk ka lidhje fare. 3-4 herë, bravo të qoftë. Po jo, nuk ka lidhje, nuk kam bon ai gjë. Vetëm kam dash. Po thashë unë vetë the 3-4 herë. Jo, po vetëm kam dash kështu nga larg. E kupton? Nga larg? Që ata Quhet ajo? Unë kam shiju çmendurinë time. Quhet ajo? Unë kam shiju çmendurinë time, nuk ka lidhje fare ata as du fare me i pa mes ty se kush janë. Tani çka keni? Ata bravo i qoftë që ma kanë ngacmuar çmendurinë mua. Çka keni trashëguar nga babai, nga Lasgushi? Tokën te liçeni na, shiko, çdo gjë në Pogradec e kanë vjedhur. S'keni asgjë. Dhe asgjë në Pogradec përveç asaj shtatore nuk ka nga babi. Tani 2 motrat edhe Konstantina aty, keni pasardhës? Jo, s'kemi. As motra? Jo. As motra, ha? Jo, s'kemi. Me ne mbyllet. Po ju si mbyllet? Ata me zi po presin që të vdesim ne, Qa thua më, lek? që të nxjerrin pushkët dhe se pushkët i kanë gati ata që ta vrasin veten, se ata po vrasin veten, por nuk e kuptojnë. Po një popull që i gjuan poetit, që i prish shpinë poetit. Po kush e prishi këtë shpinë? Qeveria, komiteti ekzekutiv. Në 89. E vraj, komunizmit. Po, e prishën. Edhe ky tjetri tashti, ky gjëja që e blevi, që nuk ka gjithë tokën, se toka është 440 metër, ky ka 70 metër që ishte shtëpia, ky ka bërë atë me tullat kuqe, që janë tuzinës Vorës, edhe thotë kjo është shtëpia e Lasgushit. Okej, po Gradeci e vlerësonte Lasgushin në atë kohë atëherë? Po sa dinin ata, sa din, Zoti Llazari thoshin. Zoti Llazar, Po. Vini në takonin? Jo. Po kështu, po mësues letësie, Jo, nuk vite, jo. Atëre ishte. Po fshehura si vjen në një? Po jore, thot Ismaili, thot, po kalonja, thot e rrugë Dibrës, thot, kur thot njëri ore e ke marrë vesh ti? Jo. Ore, po Lasgushit dashuron një vajzë, një grua. Këte i tha shkruajt të realizoj planin 5 vjeçar, po të bërë partia, a i djetha, dashuron të 85 vjeç, a i dashuron të. U tha, u trondita, tha Ismaili. U trondit Ismaili? Jo, u trondita kështu. Po të me thonë, bori shumë për shtypje. Ky po dashuron ka ky, dhe me thonë, ky shef punë e vetë. Unë fakt dashuron të? Se di, kotja veshja. Lej, këtërë. Jo, mos e kotja veshja. Me ja veshin kot, pa e bukur pas keqen. A shpirti im, këtu është 3 muaj para vdekjes. Pandaj e vura këtë. La mjekër? Po jo, a i që na e nëzori, tha mos e ruani. Se e ruanim ne. Pasëm e kjo. Leri kështu, tha më mirë, tha. Po portreti bukur. Po kjo ishte ylli bukur i dheut. Po a ishte poet, a ishte si princ. A ishte më i bukri poet i Shqipërisë ky është. Thu një tjetër, kush është si ky? Unë them që ai ishte më i madhi. Çfarë zhbirimi? Do të 85 vjeç dashuronte. Po tër jetën dashuron njeriu. I luma i njeri që shijon çmendurinë e vet. Se ne sa herë që dashurojmë, kur dalim nga ajo dashuri, nuk kemi po ata që u futëm. Ti nuk takove asnjë grua që e kishe dashuruar babi jot përveç mamës? Jo. S'takove? Jo, s'kam takuar. Asnjë? Jo. Nuk të erdhi ndonjëherë të tha kam dashur babin tënd? Nuk e kishin dashur ata babin tim se kuptonin. Ato që i kishin dashur babin tim, ato që i kishin dashur, siç ishte Lula, kur i thot me i letër njërit, shko çfarë sfinksi është Lula, thot. Më shkruaj kur e kur ta di ku je, i thot. Unë dua ta di, thot, ku je ti, i thot. Kush ishte Lula? Lula ishte një mjeke në Bukuresht. Bukuresht, a? Ta di, thot, ku je. Këtu sa ta njofish sot, thot, kur do martohemi nesër? Çfarë lidhje ka martesa? Çfarë lidhje ka, mor? I ke ngjarë babit, a? Po jo, më martesa është i kontratë që ti e bën me hajde. I ke ngjarë babit, a? Është dredhie natyrës për të rujt llojin. Po ti pse s'krijove ti familje, babi jot bëri 2 vajza yje?
Po, nuk e krijova unë do të familjen sepse unë jam njeriu lirë. Edhe babi i lirë ishte. Edhe i lirë në atë regjim, ha? Po, në atë regjim, po... Ti e lirë tani të bëtë që duash, po? Jo e lirë për të qoroditur. E lirë në kuptimin që unë nuk duroj do të më kërkoj njëri llogari. Se kur je martuar, i keca detyrime, po nuk ka kënaqësi më të madhe kur shikon fëmijët pas. E di. Po ja unë shikoj këtë për fëmijë. Po ti të kishe bërin fëmijë dhe t'ja vije dhe ati emrin Lazar, imagjino. Jo, ti Lazar. Po mirë, po e kanë fjalën të trashëgoj ato të Lazgushit. Po tashi, po ta kisha marrë fëmijë, do ta doja gjysmë për gjysmë këtë. S'do ta doja tamam. Do doja fëmijën tim. Këtu më dorëzove. Kështu e ke dashur komplet këtë. E dua komplet, edhe këtë edhe mamin. Edhe do ikim të 4. Kemi të 4. Si do ikim të 4? Unë, motra, 4 ngelëm, 4 ishim, 4 ngelëm. Kemi foto tjetër? Jo, nuk kemi foto tjetër. Marie, unë kisha dhe ca gjëra tjera këtu, qa shkrimi, shkrim teknik. Jo, është kësë Inxhinier. Si inxhinier. Shkrim hynor. Shkrim hynor, ha? E të tjera ca poezi që kam unë këto fotot e tjera këtu. Kam dhe i letër, ja letër këtu, letër. Po. I kam gjitha këtu me dosjen Lazgush për Adesi. Marie Lazar Gusho. Faleminderit. Të falenderoj shumë. Faleminderit. Ma zbukurove studion emisionin me këtë rrëfim. Ja, prit mbaroj emisionin, pastaj futi, qetësoj një. Jo, thash se iku. Po jo, por s'kemi thënë miru pafsh. Ajo, mirë. Të falenderoj shumë. Faleminderit edhe unë nuk naqa. Edhe të flasish, ka shumë gjëra për të thënë, po ndoshta unë jam duke punu për një libër, edhe do t'i them aty, edhe më vjen keq që e shaj, jo që i shaj, po gradit, po ata nuk i shaj, po ata nuk kuptojnë, më vjen keq që nuk kuptojnë, se bota runë shpinë e Hitlerit, a ishem shpinë e poetit. Që këtu baron. Po e vazhdojmë. Baron puna. Faleminderit Marie Gusho për gjithçka që biseduam këtu. Faleminderit.